Se kafeja shkakton nervozizëm dhe ankth te disa njerëz. Për shumë njerëz, kafeja është burimi i energjisë, një pushim i këndshëm ose një mënyrë për të krijuar një lidhje shoqërore. Megjithatë, konsumi i saj mund të shkaktojë ankth dhe gjithashtu nervozizëm te disa persona. Por sipas një studimi, njerëzit që janë më të prirur ndaj shqetësimeve të tilla nuk duhet të pinë rregullisht kafe. Kafeja mund të shkaktojë nervozizëm. Kafeina mund të shkaktojë një rritje të perceptimit duke stimuluar trurjen. Ky efekt e bën një person më të vetëdijshëm për gjëra që mund të bezdisin, duke rritur kështu nervozizëm. Gjithashtu, kur dikush që është mësuar të konsumojë sasi të mëdha të kafeinës, përpiqet të heqë dorë nga ajo ose të reduktojë sasinë, do të vejë re shenja të rritjes së nervozizmit. Kafeja është një nxitse e ankthit dhe mund të shkaktojë rënje të vigjilencës, probleme të vetdijes dhe gjithashtu, nëse pihet në sasi të mëdha, edhe rënje të imunitetit dhe probleme me shëndetin.